Gjesti ngacmon fansat me një postim të ri, a ju ka marrë malli, ja çfarë premton ai. Pas suksesit në Big Brother VIP edicioni 4, ku shpall fituese rrëmbeu çmimin për 100.000 eurosh, Gjesti duket se është përgatitur për një rikthim të fortë në muzikë. Ai së fundmi bëri edhe koncertin e tij të parë që nga dalja nga shtëpia më e famshme, për të cilin nga burimet e afërme u zbulua se bëhej fjalë për një shumë rramense për 20.000 eurosh. E duket se rikthimi në muzikë nuk do jetë vetëm me koncerte, por edhe me këngë të reja. Së fundmi ka publikuar një foto në rrjetet sociale të shoqëruar imazhin me pyetjen: a ju ka marrë malli për muzikë? Ky postim ka ndezur menjëherë reagimet e ndjekësve, të cilët kanë shpërthyer në komente pozitive e me si presin projektet e reja të artistit. Gjesti edhe brenda shtëpisë kishte thënë se i ka realizuar disa këngë që para hyrjes në Big Brother VIP Kosova, por vetëm priste që t'u jepte detajet e fundit, ndërsa tha se midis tyre ka edhe disa duete. E sa për kuriozitetin e fansave, pas këtij postimi, Gjesti është parë në lagjin e stresit në shoqërinë e raperit të njohur. Stresi i cili e ka mbështetur që në Big Brother VIP Kosova ashtu edhe në të Shqipërisë, mund të themi se ishte përkrahasi i tij më i madh. Ky pasi në vazhdimsi ai e ka mbështetur, i ka dërguar drona, e madje ishte përgatitur edhe për dërgimin e një helikopteri, gjë që nuk e lejua sipas tij nga Top Channel-i. E duket se Gjesti si një natyrë e sinqertë dhe falënderuese e ka falendëruar nga afër, teksa burimet e afërt na bëjnë me dije se ata kanë premtuar se shumë shpejt do të vinë edhe me një bashkëpunim së bashku. Në një foto tjetër shihet edhe ish fituesi Big Brotherit Anajt Kaloti, edhe ky një ndër mbështetësit e Gjestit jashtë në rrjetet sociale, teksa duket se treshja janë më të lumtur se kur. Duke shkruar në captionin: me fituesat, ka shkruar Gjesti.